muajin e ardhshëm pritet aktakus kundër 30 policëve, për të cilët prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit prej muajsh po zhvillon hetim për përfshirjen e tyre në zjarrin e diskotekës Puls në Koçan. Këtë e paralajmëroi prokurori i përgjithshëm i shtetit, i cili tha se hetimi ishte zgjatur për arsye objektive. Punonësit policor dyshohet se nuk kanë kryer kontroll mbi licencën e diskotekës në pjesën që lidhet me rendin dhe qetësinë publike. Në lidhje me hetimin për punonjësit policor ishte parashikuar që të përfundonte deri në fund të shtatorit, por pati rrethana objektive rreth marrjes në pyetje të disa dëshmitarëve dhe tani ata dëshmitar janë marrë në pyetje, veçrast ka shumë gjasaj që në fillim të muajit të ardhshëm të merret edhe vendimi i prokurorisë publike, tha Lupço Kocevski, prokuror publik i shtetit. Në ndërkohë javën e ardhshme pritet të fillojë gjyqi për tragjedinë në Koçan në rastin që e udhëheq prokuroria themelore publike, ndërsa është në zhvillim edhe një hetim paraprak kundër disa inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike, të cilët në ndërkohë janë pezulluar nga puna. Megjithatë Kocevski nuk deshi të zbulojë më shumë detaje për çfarë sakt ndiqen inspektorët, por theksoi se rastin e udhëheq prokuroria e Koçanit. Për punonjësit, pra për ata që u përfolën nga drejtoria e të ardhurave publike, po zhvillohet procedurë hetimore paraprake në Prokurorinë Themelore Publike të Koçanit dhe prokurori kompetent ka dhënë udhëzime dhe urdhra për ndërmarrjen e veprimeve procedurale nga organet kompetente. Në këtë pjesë nuk mund të themi tani asgjë më shumë, deklaroi Lupço Kocevski, prokuror publik i shtetit. Më 19 nëntor në sallën e gjyqit në Idrizov do të fillojë procesi gjyqësor për zjarrin në klubin e natës në Koçan më 16 mars, ku humbën jetën 63 persona dhe rreth 200 u lënduan. Para gjykatës për herë të parë do të ulen gjithsej 34 persona fizik dhe 3 persona juridik të akuzuar për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme.